Para ditën e të premtes kanë mbërritur në gjykatën e Durrësit 20 akuzuar për mbetjet e rrezikshme të firmës Kurum, për të njohur me masën e sigurisë. 13 prej tyre janë masë sigurie arrest me burg, ndërsa 7 arrest shtëpie. Më shumë se një vit pasi prokuroria e Durrësit sekuestroi 2800 ton mbetje të rrezikshme të kompanisë Kurum, organi i akuzës ishte lëshuar 38 urdhër arreste pasi hetime zbuluan shkelje të legjislacionit mjedisor nga Kurum, si dhe kompania Sokolej, që bleu mbetjet, por dhe nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Dogana e Durrësit. Operacioni për ekzekutimin e masave u shtri në 3 qytete: Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Në kuadër të operacionit të kudur ekotoksik, nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrësit, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranës dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në ndërtimin e Prokurorisë së Durrësit, u ekzekutuan 20 masa sigurie për veprat penale në fushën e kontrabandës, menaxhimit, mbetjeve, falsifikimit të dokumenteve dhe pastrimit të produkteve të veprimtarisë kriminale. Ndërkaq 13 persona të tjerë, të cilët nuk u gjenden në banesa gjatë operacionit, janë ende në kërkim. Ndërkohë 102 kontejner me mbetjet qëndrojnë të sekuestruara në Durrës nga prokuroria, ndërsa rasti ka shkaktuar reagime dhe debate të forta.